Rritja e nivelit të ujit në lagunën e Nartës ka shkaktuar përmbytje të manastirit të Zvërnecit. Pamjet që po ndiqnin në ekran të sjella nga televizioni 6+1 Vlora sjellin pikërisht këtë situatë, e cila është krijuar nga prurjet e shumta dhe rreshtet e ditëve të fundit që kanë sjellë rritje të nivelit në lagunë, duke shkaktuar përmbytje në zonën përreth manastirit dhe objekteve ndikmëse të tij. Drejtuesi i manastirit të Zvërnecit, At Jani Tereziu, shpreh se fenomeni është i pazakont për këto përmasa dhe se një nga shkaqet kryesore mendohet të jetë bllokimi i kanalit të madh shkarkues, i cili nuk po largon ujin siç duhet drejt detit. Sipas tij, situata është ndjekur nga afër dhe kërkon ndryrje për pastrimin e kanalit në mënyrë që të parandalohet përkeqësimi. Në këtë gjendje jo, është e vërtet faktikisht që është një fenomen s'ta ka ndodhur herë tjetër, por realiteti është që ka bërë shumë dëm. Ka zhvilluar nivele të lartë të laguna. Një nga arsyet që unë mendoj dhe disa banorë të zonës që ne kemi folur të kemi marrë mendimet, mendoj se është edhe bllokimi i dalanit të madh, kanalit të madh furnizues dhe shkarkues të lagunës, i cili s'ka ku shkon me ujë më. Por edhe shirat e shumt ka bërë punën e vet. Dhe detyrimisht që uji s'ka ku shkon, do të ngelet se si e dini, ne jemi në ishull atje. Dhe detyrimisht ka kudo në godinat e katit parë, ka futur ujë, ka bërë dëme exactamente, të cilat kështu u detyruan brëmë darkë nga koha që ishte ulëm edhe dritët për mos patur në një shkëndijë elektrike apo diçka tjetër, sepse ka edhe linja të cilat mund të jenë ndoshta edhe në ujë dhe si e shikoni në ujë, linja në ujë është anës ujë. Dhe pam, do marrim masa tona dhe të tjerët pastaj shohim me bëjmë. Me kërkesë të At Jani Tereziut, specialistët përkatës kanë zhvilluar inspektime për të parë këtë situatë gjatë 2 ditëve të fundit dhe për të verifikuar gjendjen e monumentit të kulturës, manastirit të Zvërnecit, i cili është pikërisht një monument kulture, por edhe strukturave përreth. Mësohet se janë kryer vlerësime teknike për të evidentuar dëmet dhe për të parandaluar rreziqet e mundshme në vijim. Po ashtu, po trajtohet në bashkëpunim edhe me Kishën Autoqefale kjo çështje, me qëllim hartimin e një projekti të përbashkët për të ndërhyrë afatgjat dhe për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore nga fenomenet të ngjashme natyrore.